Bizneset në Vlorë kanë nisur që të marrin punonjës të huaj për të përballuar nisjen e sezonit veror dhe për të qenë gati me krahun e punës që mungon pasi ja larguar pjesa më e madhe e fuqisë punëtore. Kjo gjë ka bërë që në zyrën e migracionit në Vlorë çdo ditë të ketë një numër të lartë kërkesash të shtetasve të huaj, të mbërritur kryesisht nga vendet e Afrikës dhe Azisë, që zgjedhin Vlorën për të punuar. Në zyrën e migracionit që ndodhet në portin detar të Vlorës, gjithashtu ka edhe shtetas të huaj, të cilët kanë ardhur për të jetuar përgjithmonë, duke menduar të blejnë fillimisht një shtëpi dhe më pas të investojnë, kryesisht në sektorin e turizmit. Unë jam nga Australia. Ne jemi këtu sot për të marrë leje të qëndrimit. Ne do të jetojmë në Shqipëri. Zgjodhëm Vlorën sepse na pëlqen shumë ky qytet. Ka shumë hapësira dhe është shumë bukur në verë këtu. Njerëzit janë shumë miqësor. Ne jemi në atë pjesë të jetës që duam më shumë pushim, ndaj kemi nevojë për pushim. Bëm disa udhëtime në disa vende të ndryshme të botës. Ne kemi planifikuar tashmë të jetojmë këtu për 7 vitet e ardhshme derisa të marrim pasaportën. Unë nuk do të punoj këtu pasi jam tepër i vjetër në moshë për të punuar. Ne kemi investuar këtu në disa prona, por ende jo në biznes. Jemi duke menduar këtë gjë ndoshta në të ardhmen. Unë vi nga Australia, kam jetuar aty më parë, tashmë do jetoj në Vlorë. Na pëlqen shumë ky qytet, ka shumë hapësirë për ne. Me hapësirën krahasuar edhe me Tiranën, ne kemi vizituar më parë Tiranën, por në Vlorë ka më tepër hapësirë. Më shumë këtu më pëlqen deti dhe plazhi. Njerëzit janë shumë të sjellshëm dhe të ndihmojnë jashtë mase. Shumë persona që ne nuk i njohim, na flasin shqip, italisht apo anglisht. Kemi vendosur të qëndrojmë këtu përgjithmonë. Ndoshta të vizitojmë ndonjëherë Australinë, por do të qëndrojmë këtu. Ne kemi blerë një shtëpi këtu. Do të investojmë në të ardhmen edhe në biznes madje, ndoshta në turizëm. Mes Australisë dhe Vlorës do të zgjedh Vlorën. Është një jetë më e ngadaltë këtu. Në Australi nuk e kohë dhe një jetë shumë e rëmujshme, stresuese. Për qytetarët e Australisë që duan të vinë në Vlorë, them se është jetë shumë e qetë këtu, jo stresuese, njerëz të sjellshëm, një vend shumë afër Evropës ku mund të vizitosh shtete të ndryshme, ku ka edhe shumë mundësi të udhëtosh me makinë, shumë natyrë të mirë, det, ku këtu mund të gjesh edhe pyllin, madje mund të ecësh e të bësh ngjitje edhe në mal, çdo gjë. Gjithashtu Vlorën e zgjedhin edhe shumë italian në moshë pensioni për të vazhduar jetesën. Shumë prej tyre jetojnë prej vitesh në qytet, ndërsa të tjerë vinë për herën e parë. Të gjithë kanë zgjedhur fillimisht të vinë për pushime, teksa thonë se qyteti ju ka pëlqyer, duke marrë vendimin se do të jetojnë këtu përgjithmonë. Unë vi në Vlorë si një pensionist në një qytet që është i bukur dhe ndihesh mirë. Shqiptarët janë një popull shumë i mrekullueshëm dhe kjo është arsyeja pse jam këtu. Jemi këtu si pensionist, le të themi, me pushime. Jemi prej 4 vitesh rezident. Nuk kemi nisur ende këtu një biznes pasi jemi në moshë pensioni. E thash edhe në fillim që Vlora më pëlqen shumë dhe ndjehemi mjaft mirë këtu. Më pëlqen shumë Vlora. Qyteti këtu dhe njerëzit. Jetojmë këtu prej 4 vitesh dhe ndjehemi shumë mirë. Vim për të jetuar këtu nga veriu i Italisë dhe jemi përkohësisht në Vlorë. Mes Italisë dhe Vlorës, zgjedhim Vlorën, prandaj jemi këtu. Jam nga Turqia, vi në Vlorë për të punuar mermerin sipas mënyrës turke, ndaj jemi tashmë këtu. Sipas të dhënave të siguruara nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit, 1400 shtetas të huaj janë rezident në Vlorë. Ata posedojnë sot një leje qëndrimi apo pasaport, teksa mbi 1600 ka qenë numri i kërkesave të reja për leje qëndrimi vetëm për gjatë vitit 2024.